në prezencën e tyre. Çka mund ndodh tash nëse janë prezent këta 9 deputet serb, ndoshta mund ta mundsojnë këtë korumin prej 61 votash që seancat mbahet si vazhdim, por në esencë nesër prap vendosët dhe kurti ka me përdorë këto si instrument që këta u bënën këtë bashk, e pa qysh edhe lista serbe në gjysmë natës shkoi e tjerë. Pra, qëre, problemi është skenar të cilat i kemi pa që 2 vjet, e që 6 vjet, e që 15 vjet sa është s'kejnë levizëve të vendosi. Prej ditës një. Unë nuk po di ndryshë mo që du të me lexuar në këto që ka po shohim këtë show politik që është e bo vetë vendose bashk, që vi kontribojnë edhe subjekte tjera politike nga pak, kështu që nuk ka arben diçka, du të me thonë këtu. Nuk ka as vepër penale, nuk ka as gjyq, nuk ka as prokurori që mund të mi bot diçka këtyre lëvizjeve politike në vetë vendosës këtë rast. Edhe partive tjera. Është veç dikush që mund të mi bot, vetëm vota e qytetarëve. Nëse këta njerëz nuk e kuptojnë mo, çka është të ndodh, në zgjedhjet e ardhshme që mban, atëherë ky që po i bën këto s'ka faj. Kjo është evident. Kështu që këtu i mbetet vetëm qytetarit, votuesit ta vlerësoj vetë. Mos më na nguas neve, po vish me i pa. Çka po ndodh në Kuvendin e Kosovës dhe në fund tash kur mbahen zgjedhjet me vendos se kush ka drejt edhe kush jo. Janë të teprume skenaret e njëjta politike që i pam tash e 2 vjet sidomos me një qëllim, me çuvendin zgjedhjen me arrit rezultatin me dobësu opozitën. Kjo është. Lajmi i fundit është nuk